Let's talk about it, let's flasim për vështirësitë kur jemi fëmijë të dytë, krahasim me Lelën, domethënë unë po bëj vlog kështu, nuk e di ku do ta fus këtë pjesën, por që jemi në totalisht në kaos. Për Lelën ishte menduar çdo gjë me detaje, se ç'a do bëja, ç'a nuk do bëja. Tani për Soleën në çdo gjë improvizim. Isha te Aldi, mora një tort, sepse zemra ime sot ka një mujorin, ndërkohë Lelën e ka vendosur që të haj drekën, mora nga këto peonje, quhen këto, në mos gaboj. Edhe po improvizoj një tort, idealisht do ishte diçka me diell, por nuk e kemi. Që kështu të improvizojmë një tort, mendoj që është shumë e bukur. Më dridhen duart, nga që jam shumë e lodhur, nga që kisha gjithkohën në krah Soleën. Po nuk e di në qoftë se kjo gjëja është okay apo jo. Më duket sikur i prish bukurinë. Nuk e di si thoni me apo me pa me. Pastaj nuk e di se ku do ta fus, ndoshta kjo jeshilja nuk shkon, por kemi këtë. E verdha, po e verdha është më cute. Më pëlqen e verdha sepse kombinohet me këtë. Do të thonë po flas me veten time. Tani, po mendoj që ta pres këtë pakën kështu. Idealisht do të kisha bërë një tort, të konsultova dhe me hallën tonë që është pastiçere. By the way, mund ta ndiqni. Renata's Cakes, do t'ju vej emrin këtu sepse e ka ndruar së fundi, nuk e mbaj mend mirë, Mom's Brain. Më sugjeroi kremin e të gjitha, por si përfundim do shkoj me këtë tortën këtu. Nuk e di në videot më përpara kush më kanë ndjek, kam bler një fustan edhe një body për Soleën, të dyja njësoj, edhe do t'i bëj foto gocave, domethënë. Pastaj mora edhe nga këto, por besoj që shkon kështu, dekori shkon më shumë kështu. Edhe update, Solea po mban çuçën për herë të parë sot, edhe prandaj jemi kështu qetësi. Do shkoj të përfitoj nga rasti edhe t'i bëj këto fotot përpara Soleas vetëm, se pastaj me Lelën do jetë një kazino, një kaos. Nuk e di. Peonjat janë shumë të bukura. Brava Lela. Hera e parë që çoj motrën te kopshti. Sa po e la motrën, ishte një kështu last minute decision me e çu vendosur në minutë fundit që ta çoja Lelën sot në kopësht, sepse kam një vizitë dhe jam vetëm. Edhe i thasha, do të shkosh mami? Po, dua të shkoj, shkreta, kishte marrë malli. Është fiks që me datë 5 prill, hera e fundit që Lela, do të nga 5 prilli që Lela, që Lela nuk shkon në kopësht, edhe kishte shumë qef dhe donte t'i tregonte motrën të gjithëve, edhe ishte shumë e lumtur, dori shumë pak, të më thënë pas dreke të shkoj që ta marrë, që edhe ajo mos a ketë kështu. Sa të mbaroj vizitën praktikisht, edhe po kështu. Hiku mirë, shpresojmë që Solea të sillet mirë gjithashtu, por ndoshta po sepse ndoshta flej gjumin e parë për ditën. Unë kam harruar si të bëj vlog njëre, se shikoni. Edhe normalisht unë vetëm sa lava sytë dhe u veshëm kështu dolëm. Kjo është normaliteti i ri. Jo që më parë lyesha më shumë, po ndoshta një çik më shumë u ftilloja, po tani këto herë të para kështu. U kthyem në shtëpi neve, ne të dyja, kjo zonjusha piu, po nuk po don gjumë. Grindet pak se ka dhimbje barku, edhe i kam dhënë pikat që na sugjeroi pediatri. Mami po bën një kafe me qumësht avene, sepse të shëre, sepse nuk po pi qumësht gjasme për barkun e Soleas, megjithëse mamia ime më tha që mund edhe ta pish një kafe, po unë po shikoj një herë nëse i ndikon apo jo. Sa të gjumi Solean, mami do t'i fusi një sprint punëve, vendose një lavatriçe poshtë, tjetër masologjiku mëngjes lart, palos rrobat, edhe kështu, pastaj shkëm te vizita. Pastaj shkëm marrë motrën. Një vëm pazar, tani erdha në shtëpi, do fus ca patlıgjane edhe speca në furr. Thonë u qito ka shumë, sepse kemi dhe gjyshin këtu njerëz, ka ardhur gjyshi i Lelës, nuk e di në këtë pikë të videos ju a kanë thënë apo jo, por që na ka ardhur gjyshi edhe jemi më shumë persona. Idealisht nuk ta kisha ka hap kamerën, sepse nuk jam në gjendjen time më të mirë.
Kur do të hap se duhet të tregoj realitetin, kam dalë një ditë shumë herë në mëngjes, se kishim një vizit, edhe kam marrë ftohtë, edhe më dëm pak fyti, dita e dytë sot. Nise, do të tregoj disa nga rutinat, abitudini që po marr të ditë për të ruajtur veten time, për të shtuar imunitetin. Kam pirë si kjo. Jo vetëm si kjo, po që është për që është qilzaft, po kam pirë edhe me hekur edhe nga ajo me vitamin C me zink. Pi një si kjo. Një si kjo në ditë ose 2 maksimumi mama, sepse finoku bën mirë. Ky në fakt është një mix i këtyre, po finoku përmban një lëndë që nuk është shumë e mirë. Edhe nëse egzagerohet doza, të bën efektin e kundërt. Nuk më vjen ndërmend emri. Pa bisedoj edhe me njëra nga ju në Instagram. Edhe, po, sugjerohet për të keni kujdes për nga këto shtilte me finok, mos e kaloni 2 filxhan në ditë, bën mirë, më shikoj që më shton qumshtin, por të keni kujdes sepse mund të bëj edhe keq. Pastaj frutat e thata. Mundohem që të haj një dorë me frutat e thata. Pastaj kemi mjaltin. Mundohem që të haj një lugë mjalti. Ky është nga mami dhe babi që kanë blet. Por kam bler dhe mjalt nga Bremeni. Ju të Bremenit e kam gjetë tek Edeka dhe është shumë i mirë. Është me lule edhe nga Rhododendron Park. Kush është i Bremenit e di. Sepse këtë e kemi për lelushin, është mjalti lelushi, derisa ta nisin tjetër. Leila çdo mëngjes ha një lugë të vogël me mjalt. Pastaj habitudin e tjetër, të pi shumë ujë. Po, do të pi shumë ujë, dhe tani që kam fytin, kam bërë edhe mjalt me limon, por me limoni nuk du të egzagjeroj sepse nuk bën shumë mirë tek qumshti i gjirit me sa di. Nuk e kam investiguar shumë kështu thellësisht, por që po. Pastaj gjë tjetër, sot kam pas këtë ditë kam pas Leilën në shtëpi, dje e dini që e kam çuar në Kopësht, më lehtë. Këto ditë kemi njerëz vizitor, nuk e di si ju e kam treguar apo jo, sepse ky vlogu nuk e di se si do montohet, sepse po ju mbaj sekret diçka. Nuk është sekret, po thjesht nuk është momenti i duhur. Nëse kemi njerëz këtu që na kanë ardhur, ka ardhur babi Xhikut, edhe domethënë kemi njerëz ekstra në shtëpi që kështu mundohem që të organizoj ditën në mënyrë që të përshtatem me ritmet e të tjerëve dhe të arrij të bëj të paktën për burrat, për Leilën, drekën dhe darkën, edhe për veten, po për ato. Edhe që kështu po ja dal që t'i bëj të gjitha, por po i organizoj shumë mirë. Kam këtë ftyrën këtu sepse Xhiku më tha shko fli, tani që do ikim ne, sepse në darkë nuk do kem mundësi të jap një dorë, se ai po lodhet shumë, zakonisht më jep një dorë kur nëse Solea zgjohet shumë herë natën. Në një moment të caktuar unë jap të pi edhe unë mundohem të fle dhe e mban ai, sikur një orë mua më bën shumë, se pastaj ai shkon në punë, zgjohet në 5:20 vet, se punon nis punën në orën 6 edhe i bie të mos fle asun as ai. Nëse fjeta sa ikën ato, Soleu shqetësua pak, nuk ishte në gjumë, e mora tek koshi Maxi Kozit, edhe bëra një dush, që kështu shqetësova dhe unë, pastaj u shtrip dyja. Unë fjeta një orë, u qetësova, tani unë do filloj të bëj darkën, derisa Solea po fle, do bëj një çaj për fytin tim dhe që është edhe për gjithënien, edhe nëse kam bërë darkën, jam okay, kam në plan mish qërgji me patate, diçka të mirë, që i pëlqen atyre dhe që është e thjeshtë për mua. Edhe pastaj do shikoj shtëpinë, se edhe Leila më tha mami sot nuk kemi bërë punët, se e dina e kush është rutina, edhe unë kam pastruar shtëpinë që jo dje, par dje në darkë, se dje kam qenë gjithë ditën në xhiro, po par dje në darkë.
Prandaj dje më mbajti pak mirë, nuk isha nevojë, por sot shtëpia ka nevojë që të pastrohet pak. Banjën e lava, tualetin e lava, që mëngjes domethënë, gjëja e parë që bëra, edhe drekën, po tani është pjesa e tjerëve, për t'ju thënë që është e mundur. Juve mamave që do bëni me dy, mos u trebi, thjesht do t'i bëni punët në orare që më parë nuk i bëni. Nëse i bëni në mëngjes gjitha o burra i mbaronit, tani do t'i bëni po me copa. Edhe kjo është që ka ndryshuar mentalitetin tim tani me fëmijën e dytë, sepse e di se si është, me Leilën u stresoja shumë, ndërsa tani e di, prioriteti është Solia, janë fëmijët, janë gocat, është ushqimi, higjiena minimale, pastaj tjera do bëhen kur të jetë mundësia. Edhe veten time, tani unë u futa që t'u laja trupi, flokët në fakt nuk është se i kam pis, i kam kap, sepse nuk i shkojnë, do t'i shkojnë Solias në fytyrë, po që edhe arrit të bëj dhe dush kur jam vetëm me Solia, sepse çfarë bëj, laj trupin, mbaroj në trupin, që mund të shkëputem, në qoftë se Solia qan shumë, edhe pastaj laj kokën veç, që në qoftë se Solia qan, unë e fus në pishir, shkoj te Solia dhe e di të thonë ju që është kjo taktik, është një taktik e hallit goca. Por funksionon. Është një tips nga ana ime, që kështu unë përfundoj me veten time e larë, e rregulluar, e ndrequr, edhe se mundësia është e pakët. Gjërat bëhen, fëmia është në rregull, edhe jemi të gjithë të lumtur. Po. Kjo e ka bërë. Kjo mendësi e ka bërë me mësim këtë herë, tani është vetëm muaj i parë, por i bën gjërat më të lehta, sepse varet se si ti e mendon te koka jote. Nëse ti e merr kështu dhe nuk stresohesh gjithë kohën, është më mirë. Është më mirë se çfarë të sjell stresi. Edhe ju a thot një person që stresohet super shumë, se këtu duke me qetur, po kush mjen. E di se sa stresohem unë sepse jam shumë precise, sepse duhet t'i bëj të gjitha vet, edhe stresohem shumë, por do mendosur mos të stresohem më kaq shumë. Se nuk na bën mirë goca. Nuk na bën mirë. Tani që me kaq sa fola unë, diku tek 7 minuta, mund të kisha mbaruar të qiruar i patatet. Por edhe kjo bën pjesë e gjërave që unë dua të bëj, që më mban mua aktive, që më jep mua atë ndjesinë që po bëj diçka ekstra nga mëmësia, jo që mëmësia është diçka e shëmtuar dhe nuk është mjaftueshëm, por ne mamat jemi mama, e bëjmë shumë mirë këtë, por jemi edhe qenie njerëzore me hobi, edhe nuk ka pse mëmësia ti ndaloj. Mund t'i reduktoj, kjo është e vërtet, dhe them se është edhe shumë normale, po që të mbajmë një pjesë të pasioneve tona është mirë për shëndetin tonë mendor. Edhe po. Kaq. Ika. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Nga një ditë tjetër. Një sëmur njerëz. Ka qenë një natë kështu më e qetë me Solean, po unë vetë jam si me grip, u ftofa. E pashë dje që më dim të fyti, sot jam me undën e blokuar, edhe më shkojnë undët. Shpresoj mos jenë gjithë asnjëriu, po që e di që jam ftof atë ditë që dola herët edhe ishte ftohtë. Për mëngjes, u zgjuam se Solia u zgjua herët edhe përgatita ca petura nga këto kështu me kos, në vezë, shpejtat, që të hanë të gjithë mëngjesin para se të dilnin, se ikën për punë. Kemi marrë qelfikut e turku edhe me djathtë edhe kështu iku. Ndërkohë kam vendosur një supë të thjeshtë me mish viçi, do ta bëj me vezë me limon, kështu si për të sëmur, edhe ishte si për shpejt në fakt. E kishte rallën gjella, se po flas kështu e ndërprerë. Kam bërë gjithë ato punë sot mëngjes, kështu është kur zgjohesh herët, se që drejt me gocat edhe unë pata mundësinë që të bëja një dush. I kam akoma flokët e lagura, po i kapa që mos më marrin erë.
Edhe kështu njerëz. Pastaj është një kohë super e keqe, bie shi, nuk e qa bë. Edhe në fakt kjo kohë ishte për grosh, po me supë jemi gjithsesi okay. Nuk e di se qa do bëjmë sot. Uroj vetëm që Solea të jetë më mirë sot, sepse dje ka qenë shumë keq me barkun, vetëm qante. Nga kjo koha kështu mendoj, që ta kemi një ditë pak më të qetë se do nuk kemi të rezi vetë. Kaq. Dhe unë që bëj gjë dhe bindur që kam bukë, ndërkohë nuk isha bukë dhe u detyruam të bëjmë bukë. Hello nga një ditë tjetër, e nesër mi ndoshta? Nuk e di. Unë qova lele me kopësht, do ta lej disa orë, jo shumë. Edhe erdha te Rosman që të bëja 2 pazare, takova me burrin tim që më dha një dorë sepse ishte këtu rastësisht. Dhe tani po iki në shtëpi dhe mora baby box nga Rosman, që do t'ju tregoj. Ka marrë edhe nga DM-ja, atë kam bërë video për në Instagram, që ose jeni kurioz shkoni ta shihni. Edhe po harxova 60 euro te Rosmani. Edhe po tash t'va tregoj pse jo. Do të chargjuar edhe më shumë, po duke qenë se kam këtë apin, kisha disa ulje. Ikim. Gjithmonë me zonjush Solial me vete. Ne erdhi motra që shikoni pak gjendjen, është fut në ujë. Hec Leila nisu. Jo, mos e hidh poshtë. Hajde lart, hec. Mos e hidh pra poshtë. Na ka vesh këto krahët. Do t'i tregoj babi tani. Hec. I ke bë flok pak si kaleshe. Jo. Je shumë e bukur. Do ta laj direkt edhe fati Lelës që është Solea në gjumë. Hajde. Që më vështirë që ka të jesh me 2 fëmijë në 4/5. Thus mami. Tani, unë e hapa kutin. Edhe thash që ja tregoja shpejt e shpejt. Ndërkohë Leila është te salla, edhe po shikon kuklla, po shikon Peppa Pig. Edhe pak do shtrihet. Por që duhet ta lej që shikoj nga pak televizor. Solea. Se për ndryshe nuk menaxhohemi dot. Okej, kishim futur nga këto pecetat. Kjo është një shampo 2 në 1. Ne kishte ardhur një nga këto arushat. Është një komari vockël. Një kriç. Kishim futur një kështu për flura, nuk e di çfarë ka të bëjë kjo me baby box. Kishim futur një paku me letra të largura, këto janë gjithmonë komode të keq. Pastaj kishim fut këto instruksionet, unë e përdor këtë digja dhe e di që është e mirë, në fakt kanë të drejtë që thonë që është e mirë. Edhe ta hedhim direkt, s'ka që në duhet. Pastaj ishin ca letra, po që nuk i pash tamam se qa ishin këto. Me siguri janë edhe kupona, edhe gjëra që këtu duan t'i bëjnë publicitet. Kjo ishte e lezetshme sepse bën foto, edhe këto janë si stickersa që hiqen edhe thot festa ime e parë, hapat e mia të para e kështu me radhë. Ishte një test nga kjo për të larë bebat. Ishte një test tjetër body milk është ky, është shumë për trupin nga Lavera. Pastaj është një Kaos Nihe Malestein. Milestones. Një libër që flet për fëmijët dhe bën publicitet, me siguri. Kaq. A
ajo e dëmës ishte shumë e bukur. Por duke qenë se është falas, nuk I themi jo. Ja kështu vazhdon gjithë rutina, unë bëj darkën kështu, bëj punën kështu, edhe jo, nuk e lej. Në qëmë se qanë rindu të dora ime. What a nice feeling ta kem dushin gjithë së bashku, se kur është gjiku mund t'ja lejoj vetës këtë gjë. Një dush pak më të gjatë se zakonisht, edhe jo kështu me copa, njëherë një gjë, njëherë kokën, njëherë trupin, se në mëngjes kur je vetëm nuk e kohë që të lash gjithë. Edhe flokët edhe trupin që kështu unë I bëj, njëherë laj kokën, njëherë laj trupin, edhe gjithë ditës e kompletoj. Me rritur shumë fare flokët. Unë tani nuk I mbaj lëshuar, që kështu nuk I di make sense ti ka që gjata apo ti pres. Janë shumë bukura tani të them drejtën, nuk e di sa duken se janë akoma të lakta, po kanë marrë atë formën që unë do doja t'i kishe gjithmonë, po tani unë nuk I përdor dot se nuk mi lenë. Sa për punë, të kesh dikë që ta mbaj fëmijën në mëngjes, thjesht që të pish një kafe edhe të bësh një dush në paqe, edhe nis dita kështu me qetësi. Për ndryshe, luftë. Megjithse tani Leila po flej, gocat të dyja po flejnë prap. Është ora 8:30 le të themi. Këtu është dimër njerëz, nuk e di si që më shikoni mu, veshe një trike si për trikos, edhe jam akoma si e blokuar me hundët. Mendoj që sot Leila do ta mbaj në shtëpi sepse është kohë shumë e keqe, edhe herën e fundit që e çova, domethënë herën e dytë, e gjeta që ishte qull në ujë, sepse ra shi edhe ishim lënë jashtë në shi. Tha që u kënaqën shumë, e kuptoj që u kënaqën shumë edhe unë do kënaqesha shumë, po fëmija im ishte qull, edhe nuk dua të them fare që uroj mos smuret, se ne smur që smur jemi, domethënë unë. Po uroj që t'jetë mirë, kështu do them. Nuk do ta vërmbet fare të fjalë. Tani do pi kafen time dhe do filloj me punët. Kam kaluar realisht shumë ditë. Nuk dua ta zgjas më shumë këtë video sepse pastaj makes no sense me gjërat që realisht po ndodhin. Kush më ndjek në Instagram e din kur do të jetë kjo periudhë precize, sepse ka kaluar shumë ditë nga era fundi që unë kam folur te kjo video, që kur më ka filluar dhimbja e fytyrës dhe ende përkundrazi është bërë dhe më keq, më iku zëri fare, tani sikur po kthehet, por thash ta mbyll këtë video. T'ju them vetëm dy gjëra që më kanë thënë edhe mamat e tjera për sa I përket një ndihmë që mund t'i japim vetes tonë për sa I përket postpartumit, edhe pastaj do ta mbyll këtë video. Bëra një ast në Instagram ku ju pyeta se çfarë ju ka ndihmuar juve. Normalisht ushqyera e mirë, kjo me siguri. Shumë nëna thonë që vitaminat I kanë dhënë një ndihmë shumë të madhe. Unë nuk po marr vitamina kësaj here, po marr folio, por me jod brenda, sepse kështu më sugjeroi mamia në spital kur do dilja. Edhe nuk e dini nëse është një zgjedhje e mirë. Shumë goca më thonin që vërtet ato ndihmojnë, po marr dhe suplemente të tjera siç ju e pat, por ndoshta nuk është mjaftueshëm, sepse këtë me fakte po e them ka që unë jam sëmur, por jam sëmur edhe për shkaqe të tjera që ju do t'i shikoni pak më tutje. Nuk do t'i themi të gjitha këtu me zor, po presit t'i ndaj të gjitha me ju, por disa nga ju e din, sepse kemi folur në Instagram, nëse përshëndrohemi tek tema jonë, pra suplementet, të merrni vitamina dhe të ushqeni mirë. Ana psikologjike është shumë e rëndësishme, nëse keni mundësi,
fizikisht dilni, mos qëndroni në shtëpi atë 40 ditëshin e famshëm, sepse ato janë legjenda urbane, njerëz me shumë kujdes, normalisht, jo për gojdhënat, jo për supersticion, por që realisht femra, gruaja, nëna është delikate në postpartum, por kjo nuk duhet thotë që ne nuk duhet dalim nga shtëpia, të stresohemi. Pra, nëse keni mundësi, merrni bebat tuaj dhe nxirrni, sepse pak ajër i freskët i bën mirë juve dhe atyre. Ndjes për të zërin kështu, po më thash ta mbyll këtë videon. Gjëra të tjera, në vitin e vazhdim do të flas më tepër, ndoshta edhe për produktet që kanë qenë must për mua, por në vitin e vazhdim. Këtë video do ta mbyll këtu, do ta zgjeroj më tepër në videon tjetër, edhe stay tuned sepse gjëra shumë të bukura po vinë në këtë kanal. Faleminderit për të gjithë dashurinë në videon e fundit, realisht keni qenë shumë se zakonisht, e di që jeni shumë persona të ri në kanalin tim tani pas kësaj video, dhe ju falenderoj shumë që keni marrë kohën ta shikoni videon edhe të më suportoni. Shumë dashuri për ju, edhe do shihemi në videon e radhës.